mirë se keni ardhur në takimin e radhës, I cili shërben transparencës lidhur me çfarë është bërë gjatë këtij muaji, por edhe një mundësi shumë e mirë për ju, për të parashtruar pyetjet me interes, të cilat ju I gjykoni që lidhen me situatën aktuale apo çdo gjë tjetër që mbulon Ministria e Brendshme, por përpara se të kalojmë në sesionin e pyetjeve, më lejoni që të kaloj në një fotografim të shpejtë të çështjeve kryesore që unë gjykoj që kanë ndodhur gjatë kësaj kohe, por edhe në këndvështrim të atyre prioriteteve që na presin në javët dhe muajt në vijim. Atëherë duke nisur së pari me një takim shumë të rëndësishëm pak ditë më parë, ku pata kënaqësinë të mirëprisja në Ministrinë e Punëve të Brendshme homologun italian, zotin Matteo Piantedosi, me cilin ndam bashkëpunimin dypalësh mes Shqipërisë dhe Italisë në nivele të shkëlqyera, në kuptim të luftës kundër krimit të organizuar, skuadrave të përbashkëta hetimore, përballimit të sfidave të ndryshme që lidhen si me emigracionin, por edhe sfida të tjera që kërcënojnë jo vetëm rajonin dhe dy vendet tona, por edhe Bashkimin Evropian. Dhe absolutisht nga autoriteti më I lartë zyrtar në fushën e sigurisë të vendit fqinj u rikonfirmua se në fakt Italia mbetet mbështetëse më e fortë proaktive e Shqipërisë në rrugtimin ton evropian dhe patjetër ne lidhja me Italinë, me vendin fqinj, është një lidhje që sa historike, njerëzore dhe shumë e rëndësishme në kuptimin institucional dhe strategjik. Një çështje e dytë që do doja të përmendja, sigurisht jeni një bërë me dije edhe nga zhvillimet përfshi dhe vizitën time të fundit ditën e djeshme në Sarand, ku në kuadër të veprimeve hetimeve paraprake të policisë së shtetit dhe agjencisë së mbikëqyrjes policore, u bërë mundur goditja një rasti të dyshuar palishmërie, ku punonjës të policisë bëjnë palë me krimin, jo vetëm neglizhojnë bërjen e detyrës me përkushtim me sipas ligjit dhe me nder, por cënojnë dhe interesat kombëtare. E them këtë sepse Bregdeti nga veriu në jug, mbrojtja e territorit është pasuri kombëtare I përket qytetarëve shqiptar dhe nuk mund kushdo që mendon se interesat vetjake mund të heshtohen nga përmasat e një bashkie apo në kuadër një çështje lokale e ka shumë gabim. Ky është edhe mesazhi që unë dava dje, krahas nevojës për të pasur një hetim të thelluar mbi përgjegjësinë institucionale të gjithsekujt që ka pasur detyrën për të vepruar dhe nuk e ka bërë këtë. Por nga ana tjetër kjo është një mesazh shumë I qartë për çdo tjetër që llogaritë duhet t'i bëjë mirë vetë me veten, me detyrën dhe me drejtsinë. Nga ana tjetër, do doja të ndalesha pikërisht më shumë tek nevoja për kontrollin e mbrojtjes së territorit nga ndërtimet paleje, ku konkretisht IKMT-ja ka intensifikuar masat për parandalimin dhe goditjen e ndërtimeve paleje dhe krimeve mjedisore përmes kontrolleve të vazhdueshme në terren, monitorimit të zonave me risk të lartë, si dhe bashkëpunimit me institucionet e tjera. Sigurisht gjithmonë më shumë për të garantuar rritjen e eficiencës së monitorimit, po përdoren teknologji të avancuara përfshirë dhe dron, kamerat, filmimet. Kjo jo vetëm për të parandaluar aktivitetet të tilla, por edhe për të evidencuar të gjitha ato raste të shkeljeve në mënyrë që të garantohet pikërisht kurdoherë që ne veprojmë krahas masave administrative dhe ka pasur plot të tilla edhe gjatë muajit prill, konkretisht nga IKMT janë marrë 67 masa administrative, pa gjoba, në një vlerë të konsiderueshme rreth 122 milion lekë vetëm për një muaj. Sigurisht nga gjobat ne kurdoherë që është rasti kalojmë dhe në referim dhe përgjegjësi penale, kjo për treguar se mbrojtja e territorit është prioritet absolut I qeverisë shqiptare, I Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe çdo centimetër katror I Shqipërisë I përket në fakt interesit kombëtar, qytetarëve shqiptarë dhe gjithmonë më shumë teksa Shqipëria lufton për të bërë një vend sa më tërheqës dhe këtë ka dëshmuar vitet e fundit, ku nga 2 milion turistë që ne kemi pasur vite më parë, kemi arritur në 12 milion turistë. Kjo po kthehet sigurisht një jo vetëm imazh më të mirë për vendin ton, por edhe në ekonomi më të fortë.
Dhe kjo sigurisht ekonomia kurzohet dhe nga siguria. Kështu që ky ishte edhe mesazhi i ditës së djeshme, ku unë së bashku me drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit, edhe drejtorin e IKMT-s, por edhe autoritetet vendore, e bëm shumë qartë që në fakt nuk do të neglizhohet asnjë rast dhe çdo kush që tradhton uniformën do të përgjigjet një për një para ligjit. Nga ana tjetër, i paraprin dhe sezonit turistik, ku konkretisht kemi parë nga viti në vit, nga sezoni në sezon, rritje të flukseve të pushuesve, të cilët vizitojnë gjithmonë më shumë Shqipërinë dhe bukuritë natyrore të Shqipërisë nga vende ndryshme të Europës dhe më gjërë, dhe konkretisht si Policia e Shtetit, po ashtu dhe struktura e tjera kanë marrë masat përkatëse, ku konkretisht policia ka një rol të rëndësishëm, të veçantë, si për garantimin e sigurisë, por edhe të një trajtimi shumësor nga pikat kufitare, ku është perceptimi i parë që krijohet për vendin tonë, mikpritjen shqiptare, por edhe siguria në tërësi, në territor, por të gjithë ata që vendosin të vizitojnë plazhet e Shqipërisë, zonat malore, qendrat muzeale dhe çdo element tjetër atraktiv që ofron Shqipëria, vendi ynë, dhe kjo konkretisht është shoqëruar me shtim të pranisë policore në zona turistike, në plazhe dhe zona malore. Do të kemi patrullime të veçanta dhe shërbime 12-orëshe gjatë periudhës 1 korrik 31 gusht 2026, ngritjen e stacioneve provizore në stacion pranë zonave me interes lart turistik, konkretisht në Valbon, në Theth, në Komën, në Tale, Gjiri Lazi dhe Ksamil, forcimi i kontrollit të trafikut dhe menaxhimin e flukseve në pikat e kontrollit kufitar, si dhe shtimi i sporteleve të përpunimit të pasagjerëve në porte dhe aeroporte dhe pikat e kalimit kufitar. Ajo çfarë do doja të theksoja, siç është bërë me dije dhe nga raportime ndryshme mediatike edhe ndërkombëtare, në fakt Shqipëria gjithmonë më shumë po spikat për aftësinë e kapaciteteve policore për përpunimin e pasagjerëve që hyjnë brenda vendit tonë. Kjo është dëshmuar shumë qartë ku koha e hyrjes në kufitë e Shqipërisë në Rinas konkretisht është minimizuar në pak sekonda përmes përlirimit të e-gates, pra portave elektronike, dhe e njëjta gjë do të ndiqet dhe në portat e tjera, konkretisht në portin e Durrësit dhe Sarandës, ku ne po punojmë për të prezantuar edhe aty e-gates, në mënyrë që të kemi një lehtësim të procedurave të kontrollit kufitar, sigurisht pa cënuar standardet e sigurisë nga Policia e Shtetit. Nga ana tjetër, një element tjetër i rëndësishëm është funksionalizimi i plot i njësisë policore detare, dhe së shpejti do të kemi aktivitete publike edhe për këtë element, ku sigurisht forcat e kontrollit kufitar, ato detare, do të dëshmojnë kapacitetet e tyre me fokus veçantë pikërisht plazhet kryesore të Shqipërisë, që gjithmonë më shumë po vizitohen nga shtetet të ndryshëm të Europës, por do të thojë patjetër edhe edhe më gjerë. Një tjetër lajm që vlen të ndahet me ju është pikërisht edhe forcimi më tej i bashkëpunimit me Guardia di Finanza në kuptim të kontrollit të territorit për sa i përket veprimtarisë së paligjshme të kultivimit të kanabisit. Nga 1 maj 2026 deri më 31 tetor, ne do të kemi, pra janë planifikuar në total 200 orë fluturimi, me 20 orë shtesë nga viti i shkuar, ku konkretisht një risi do të jetë këtu krahas përdorimit të helikopterit me sensor të dedikuar, do të kemi edhe përdorimin një avioni të veçantë, i cili sigurisht do të përcjell në kohë reale koordinatat e dyshuara. Kjo e kombinuar me aftësinë e policisë për të analizuar situatat, koordinatat me risk, ato territoret të cilat mund të shfaqen për historisë të viteve të shkuara, mund të shfaqin një tendencë kriminale për kultivim të kanabisit. Nga ana tjetër, sigurisht edhe akomodimin e këtyre mjeteve dhe bashkëpunimin me homologët italian të Guardia di Finanzës, duke i mbështetur ata si në kuptim të sigurisë, në kuptim të bashkëpunimit operacional, por edhe dislokimit të mjeteve fluturuese pranë Rinasit. Një tjetër prioritet i rëndësishëm, të gjitha këto mund të përfshihen nën ombrellën e sigurisë publike, një prioritet jashtëzakonisht i rëndësishëm për qytetarët shqiptar, dhe rrjedhimisht edhe prioriteti veçantë i imi si Ministri i Punëve të Brendshme ka të bëjë pikërisht edhe me masat
për sigurinë në shkolla dhe implementimi i projektit Smart City, ku konkretisht do të fillojmë së pari me 21 shkolla në Tiranë si projekt pilot, më pas për të shtrirë në gjithë territorin e vendit. Për sa i përket masave për sigurinë në shkolla, është bërë me dije edhe më herët nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit se janë planifikuar dhe po zbatohen masa të posaçme për parandalimin e incidenteve në mjediset shkollore, duke marrë parasysh dhe rastet e shënuara tragjike të kohëve më parë, dhe këto masa kryesore do të përfshin hartimin dhe përfundimin e analizës riskut operacional për identifikimin e problematika dhe orientimin e masave parandaluese, sidomos në ato shkolla me fluks të lartë apo që kanë raportuar shqetësime të ndryshme si prindrit, por edhe komuniteti i mësuesve. Zbatimi i programit Siguria e të rinjve në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, ku synohet një ndërgjegjësim, vetëdijësi më e lartë tek gjithë komuniteti, pasi siguria në shkolla është jo vetëm detyrë e instancave shtetërore, por edhe e të gjithëve ne, prindërve, komunitetit të mësuesve, nxënësve vetë, të cilët gjithmonë më shumë duhet të raportojnë dyshime për incidente të ndryshme apo sjellje antishoqërore, dhe vetëm atëherë është e mundur që policia e shtetit të ndërhyjë menjëherë, duke neutralizuar raste të cilat mund të varojnë nga përdorimi i palishëm i substancave narkotike, shitja e alkoolit për personat nën moshën e caktuar nga ligji, apo edhe elemente tjera të cilat përbëjnë kërcënim për shëndetin dhe sigurinë e të miturve në shkolla, si raste pedofilie e tjera. Kështu që policia e shtetit është në alert, ka një plan konkret masash për këtë, dhe aktualisht që po flasim, po kryen kontrollet veçanta në mjedise shkollore të ndryshme, pikërisht për të garantuar që nuk do të kemi raste, kjo bazuar edhe në indicet që ata kanë në mënyrë operative nga prindër të shqetësuar apo edhe çdo pjesëtar tjetër i komunitetit, i cili në fakt vetë i bën një shërbim të madh vendit, të miturve, mbrojtjes së jetës dhe shëndetit të tyre. Kështu që do shfrytëzoja këtë mundësi, takimi me ju për të bërë një mesazh, një apel për të gjithë qytetarët që të bashkëpunojnë më shumë me policinë e shtetit, sidomos kur flitet për sigurinë në shkolla, të raportojnë çdo rast që ata shikojnë të dyshimt dhe i takon policisë së shtetit më pas për ta ndjekur në vijim. Ajo çfarë është shumë e rëndësishme është ne të parandalojmë raste të tilla. Nga ana tjetër, më përmenda më herët, edhe këtu përfshihet pa dashur të anashkaloj dhe rëndësinë që kanë oficerët e sigurisë në shkolla, gjithmonë më shumë po bashkëpunojmë me Ministrinë e Arsimit për të garantuar se kemi kapacitete të duhura parandaluese, ku në mjediset e shkollave, siç ju e dini, janë të dislokuar oficerët e sigurisë në shkolla. Aktualisht kemi 330 efektiv të tillë, të cilët bashkëpunojnë në baza ditore me policinë e shtetit, por gjithmonë më shumë ne synojmë të rrisim jo vetëm numrin, por edhe trajtimin e tyre dhe nivelin e bashkëpunimit me policinë. Nga ana tjetër, më përmenda më herët projektin Smart City. Jemi në fazën e koordinimit intensiv me zbatuesit e këtij projekti, duke nisur, sigurisht është një projekt i cili do të thoja ndryshon faqen e historisë së sigurisë në Shqipëri në kuptimin e parandalimit e kapaciteteve teknologjike dhe përdorimi i teknologjisë përmes AI, inteligjencës artificiale, mundëson që shfrytëzimi i kapaciteteve ekzistuese, kudo që ka kamera në shkollat që ne flasim, por edhe shtimi i mbikëqyrjes elektronike në rrugë, në sheshe, në zona me frekuencë të lartë të qytetarëve, kjo vetëse ndihmon duke përdorur pikërisht avantazhet që sjell teknologjia e lartë dhe konkretisht sistemi programi i tyre softwareik AI, i cili jep sinjalet e duhura kurdoherë që krijon imazhe për shtypje që mund të ketë, po themi, një nxënës i cili disponon një mjet prerës, apo dikush që sillet në mënyrë të papërgjeshme dhe të rrezikshme në drejtim të mjetit. Pra të gjithë këto elementë, të cilët vetë software është i programuar në mënyrë të tillë që të sinjalizojë në kohë reale policinë, në mënyrë që të ndërhyet menjëherë. Kështu që ne shumë shpejt dhe besoj brenda vitit arsimor do të kemi zbatimin e këtij projekti në 21 shkolla në Tiranë, dhe jam shumë i bindur që produktet do të jenë shumë dobishme për komunitetin, për prindrit, për vetë nxënësin rreth parë, në mënyrë që ne të vjerë më tej dhe përshtrimin e këtij projekti edhe në nivel kombëtar.
së funi, por jo për nga rëndësia, është dhe plani masave për parandalimin dhe mbrojtjen nga zjarret. Gjithmonë më shumë kemi parë se gjatë sezonit të verës kemi një shtim të rasteve të zjarrvonjeve, duke përfshirë për fat keq edhe zjarrvonjet e qëllimshme, kështu që patjetër Ministria e Punëve të Brendshme ka hartuar një plan masash ku rolin kryesor e ka shërbimi për mbrojtjen nga zjarri, por kjo sigurisht në koordinim të plot me Agjencinë Kombëtare për Mbrojtjen Civile dhe autoritetet vendore, ku sigurisht infrastruktura dhe burimet njerëzore në nivel vendor kontrollohen nga bashkitë, por kjo nuk do të thotë se secili e ka punën ndarë. Kjo është një punë dhe shqetësimi i përbashkët. Ajo çfarë është e rëndësishme është që në fokus të këtij plani mbetet parandalimi i rasteve të zjarreve, rritja e gatishmërisë operacionale të gjithë hallkave që unë përmenda më herët, mbrojtja e jetës, pronës dhe mjedisit, dhe ku flasim për mbrojtjen e jetës si të qytetarëve, po ashtu edhe të efektive, të cilët angazhohen në fikjen e zjarreve. Dhe për këtë përmenda edhe më herët kemi një angazhim shumë të shtuar me bashkitë, me autoritetet vendore, krahas ndërhyrjeve që ne po bëjmë në kuadrin rregullator për trajtimin më të mirë financiar të zjarrfikësve, duke kaluar së shpejti në qeveri dhe vendimin për mbulimin për trajtimin financiar për sa i përket orëve shtesë, ditëve të pushimit, ditët të festave e tjerë, dhe rregullimin, normimin në kuptim të një statusi më të mirë për sa i përket sistemit të gradave në shërbimin zjarrfikës, po ashtu nga ana tjetër kemi kontrolle që po zhvillohen dhe do zhvillohen në vijim, në rezorte, në bare, në restorante, në ambiente akomodimi, kudo që ka një fluks të shtuar të qytetarëve, pikërisht për të garantuar që ata zbatojnë masat për mbrojtjen ndaj zjarreve dhe kanë në funksionale dhe planet e evakuimit. Kështu që edhe në ditën e vijimit ju do të bëni me dije pikërisht nga operacionet e tilla, të cilat garantojnë pikërisht një turizëm cilësor, që kushdo që vjen në Shqipëri, patjetër të ndihet i sigurt nga hyrja në territorin shqiptar, në patrullimin në rrugë, në vizitat që bën në ambientet e ndryshme, në përfshirje dhe mjediset piktoreske në male kudo, por edhe qëndrimin gjatë natës, pushimin në ambientet kudo që ai zgjedh të qëndrojë. Kështu që këto do thoya ishin masat kryesore që ne po ndjekim aktualisht dhe nga ky moment jam i hapur për pyetjet tuaja. Faleminderit. Zoti Lamallari, përshëndetje, Sido Barka nga Vizion Plus. Në lidhje me aksionin e policisë së shtetit dhe agjencisë mbikëqyrjes policore, një aksion në fakt i cili duhet përgëzuar qoftë për policinë e shtetit por dhe për AMP-n, ku arrestuan në detyrë shefin e komisariatit për ndërtime pa leje. Janë evidentuar disa raste në qytetin e Sarandës dhe jo vetëm, por dhe në zonën e Ksamilit, ku të paktën është vërtetuar se nga ajo çka u raportua zyrtarisht që policia vendore kishte bërë një sy ose edhe të dy sy të qortë duke mos parë informalitetin. Pritet që ky aksion të shtrihet edhe në qytetet e tjera sa i takon ndërtimeve pa leje dhe a ka sinjale për qytetet e tjera, kryesisht të paktën bregdetare, aq më tepër që jemi në prag të sezonit turistik. Pra do të ketë dhe aksionet e tjera sa i takon këtyre niveleve. Dhe pyetja e dytë është për helmimin e 56 studentëve të Akademisë së Sigurisë, çuditërisht patëm le të themi një reagim dje nga AKU, e cila tha që është kthyer leja e punës, pra është zhbllokuar le të themi kompania Sorial, administratore Alba Tafani, e cila për disa ditë u shpallë në kërkim nga policia e Tiranës, por nga ana tjetër kemi të bëjmë një tender e cila është fituar në vitin 2025 nga Alba Tafani Sorial me një kontratë 36 mujore në vlerën 2.7 milion euro, pra kontratë e cila duhet të sigurojë ushqimin për studentët e akademisë. Do rishikohet kjo kontratë, do të prishet kjo kontratë, aq më tepër kur kemi të bëjmë dhe me rrezikimin e shëndetit të studentëve. Faleminderit. Faleminderit. Si do në fakt për pyetjen e parë do të thoja për je është po. Mesazhi ishte i qartë ditën e djeshme ku bëra me dije të gjithë pjesëmarrësit aty se kjo i përket pa nuk sigurisht përgjegjësia është individuale. Kushdo që bën llogarit për interesat vetjake, duke menduar se këto do të heshtohen nga përmaset e një qyteti, duke harruar se në fakt destinacione si Saranda janë kartolina turistike të vendit tonë, që përkasin pa ekonomisë shqiptare dhe të ardhurat të çdo shqiptari,
Dhe kjo vlen jo vetëm për Sarandën, e theksova edhe ditën e djeshme, kjo vlen për çdo cep të Bregdetit shqiptar, ku është ndërgjërat më të shtrenjta dhe të shenjta që ne kemi, të cilën duhet ta mbrojmë me çdo kusht, dhe kjo nuk kupton padyshim e njëjta vigjilencë, e njëjta vëmendje që kërkohet nga gjitha instancat përkatëse, përfshis rreth para nga policia e shtetit, për vetë faktin se ata kanë rolin dhe përgjegjësinë sipas ligjit për të garantuar një mjedis të sigurt dhe qetë të ushtrimit të detyrës nga çdo instancë tjetër. Ky është arsyeja sepse ne vjuam njëherë me marrjen e masave dhe më pas çojmë përpara drejtësisë. Dhe më vjen mirë që gjykata konfirmoi në fakt edhe hetimet paraprake nga policia dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, më pas konfirmuar edhe nga prokurori përkatës me masën e arresti shtëpi për 2 punonjës dhe për 2 në rol më të drejtë për drejtë me arrest në burg. Kjo ishte një mesazh besoj shumë i qartë për çdo tjetër që mendon që mund të përfitojë në kurisë të interesit kombëtar, interesit publik, duke mbyllur sytë. Nuk mund të them që operacione të tilla dhe aksione të tilla do të vijojnë, sepse nuk më takon mua, por padyshim, nëse do të ketë raste, jeni të sigurt që reagimi do të jetë i pa kompromis, i menjëhershëm. Për lidhur me pyetjen e dytë, do të thoja që ka patur një komunikim publik edhe nga autoriteti kombëtar i ushqimit, i cili është instanca përgjegjëse sipas ligjit për bërë verifikimet përkatëse. Në mënyrë përmbledhur do të thoja që nga 9 monstra që ata kanë marrë, kanë analizuar, 8 prej tyre kanë rezultuar brenda normave dhe 1 kishte rezultuar me prani të stafilokokut dhe Escherichia colit. Është lokalizuar ky mjedis, është dezinfektuar, kështu që rrjedhimisht ka vijuar aktiviteti normalisht, për të rikthyer normalitetit në ofrimin e shërbimit të ushqimit për studentët. Dhe nuk kemi raste të problematike tani që flasim. Zoti Ministër, gjatë fjalës tuaj hyrëse ju deklaruat dhe përmendet vizitën e ministrit të brendshëm italian, kolegut Matteo Piantedosi, dhe përmendet gjithashtu marrëdhënie shkëlqyer me Italinë dhe mbështetjen e shtetit italian. Së fundmi nga ana e shtetit italian është duke u rishikuar planin dhe duke u hartuar një plan, le të themi, i rin për sa i përket funksionalitetit të qendrës së të kampit të Gjadrit, dhe gjatë kësaj kohe, edhe gjatë vizitës, por edhe përtej vizitës së Matteo Piantedosit, ka patur komunikime nga ana juaj për sa i përket funksionalitetit të kësaj qendre për ta kthyer atë në një qendër strehimi dhe jo riadresimi siç ka funksionuar më herët, të paktën në disa raste dhe tashmë është bosh. Faleminderit. Faleminderit, besoj jo nuk ka pasur një diskutim të tillë, por kunëzi thjesht kemi folur për bashkëpunimin në nivel partneriteti strategjik. Përmend edhe më herët para lufta kundër krimit të organizuar, trafiqeve, përfshirë trafikun e drogës, apo edhe përballimin e emigracionit palishëm. Sigurisht ne, Shqipëria, i qëndron pranë Italisë në përballimin e sfidave që ajo ka hasur në emigracionin e palishëm. Kjo ka qenë një vendimarrje e qartë e qeverisë shqiptare dhe mbetemi të angazhuar në këtë drejtim, ashtu siç kemi pasur dhe unë përmendëm më herët mbështetjen që Italia na ka dhënë në përballimin e fenomeneve të caktuara si lufta kundër kultivimit të palishëm të kanabisit. Ashtu edhe ne si popull mik kemi detyrimin për të gjendur pranë Italisë në përballimin e sfidave, të cilat sigurisht mendoj që janë një mesazh pozitiv i bashkëpunimit dypalesh edhe për sigurinë e më gjerë të rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Kështu që absolutisht Shqipëria nga vend i cili dikur vetëm importonte zgjidhje nga partnerët, sot Shqipëria është një kontributor i sigurisë rajonale dhe më gjerë, dhe kjo e bën më të besueshme edhe në kuptim të negociatave me Bashkimin Evropian. Sokol Dema, Report TV. Zoti Ministër, unë dua të ngre 2 çështje në fakt. E para, nuk dua të shkëputem edhe një herë nga ndërtimet pa leje. Ju përmendët që mund të ketë aksione në vijim, përmendët që nuk do të ketë tolerime. Megjithatë, çfarë ndodh? Pse ngrihen katet, pra, shohim katet 2-3 kate pa leje dhe ata nuk ndërtohen brenda një nate apo brenda një jave. Kemi patur ndërtime pa leje që mund të jenë ndërtuar që 2 apo 3 vite më përpara dhe janë konstatuar vetëm sot. Çfarë ndodh në institucionet përgjegjëse, qoftë policia, IMT-ja, policia bashkiake, IKMT-ja që kanë për detyrë për të kontrolluar, pse duhet ndërtohen këto godina dhe më pas të kuptohet që janë pa leje, e para.
Dhe e dyta, ka më shumë se 2 javë që Policia e Shtetit ka një komunikim të ri me median. Në optikën tonë të paktën të ditëve të fundit, ne kemi kuptuar që komunikimi i ri ka disa ngërçe të mënyrës se si raportohen disa ngjarje. Për të shkuar tek një shembull konkret, ditën e shtunë ka patur një komunikim zyrtar të policisë i cili shpërndan informacionet vetëm si statistika, por ndërkohë vetëm një ditë më parë ne kemi arritur të kuptojmë përmes portaleve që në fakt ishte mashtruar me emrin e kryeministrit Edi Rama. Ju mendoni që nuk përbën lajm për media një informacion i tillë dhe si do të vijohet në vijim? Do të ketë një rikthim tek qasja që ka qenë më përpara me komunikimin me media? Faleminderit. Faleminderit Sokol, në fakt lidhur me pyetjen e parë do të thoya që pikërisht aksioni, operacioni në Saran tregoi që kushdo që mbyll syt ndaj palishmërisë apo edhe më keq akoma bëhet njësh me krimin, ka përgjegjësi të qarta pa kompromis. Dhe llogarit nuk i ka më thjesht me vendin e punës, i ka me drejtsinë. Kjo vlen për çdo punonjës, policie dhe jo vetëm. Dhe nga ana tjetër, kurdoherë që konstatohen raste, unë jo më kot zgjodha të ndaj vetëm të dhënat për muajin prill, janë 67 masa administrative në një vlerë të konsiderueshme, 122 milion lekë, dhe kjo do të vijojë nga muaji në muaj. Pra gjoba si masë e parë për çdo që shkel ligjin, neglizhon zbatimin gërm për gërm të ligjit, sidomos kur bëhet fjalë për mbrojtjen e territorit në zonat me interes lart kombëtar, turistik, malor e tjerë, dhe si masë e dytë patjetër dhe referimi në organet e përkatëse të drejtësisë, provëri dhe gjykatë. Kështu që këtu nuk ka fare kompromis. Ne tashmë gjithmonë më shumë kemi treguar se ashtu siç na besojnë turistët për të vizituar vendin ton, ashtu edhe ne kemi detyrimin për të zbatuar ligjin gërm për gërm. Kështu që nuk diskutohet gjob, referim penal, përgjegjësi përpara drejtësisë. Kushdo, qoftë abuzues, qoftë punonjës shteti që ka për detyrë t'i ndalojë ata. Lidhur me pyetjen e dytë, komunikimi i ri patjetër për arsye sepse është shumë e rëndësishme që qytetarët të mos bombardohen me informacion të panevojshëm, sepse kjo është një mënyrë dezinformimi. Ajo çfarë është e rëndësishme të jepet informacion korrekt në kontekstin ku ndodh ngjarja, edhe pa sa i takon çdo kujt. Që do të thotë, për sa kohë vetë ministri i punëve të brendshme nuk informohet dhe as nuk ka interes, sepse kështu e përcakton ligji për çështje operacionale, edhe policia nuk mund të ndajë informacione të natyrës aq më tepër për operacionet që zhvillohen. Pra duhet të jenë shumë të kujdesshëm në ndarjen e informacionit, si në respektimin dhe mbrojtjen e dhënave personale të personave të dyshuar, po ashtu edhe në të dhënat e tjera të cilat mund të dëmtojnë hetimin. Pra, komunikimi i shërben transparencës përmes rritjes së cilësisë së raportimit. Dhe siç ministri i punëve të brendshme organizon konferenca mujore për të ndarë dhe për t'u përgjigjur çdo pyetje të mundshme nga gazetar, para sa më takon dhe para sa kam informacion sipas ligjit, edhe drejtori i përgjithshëm i policisë, ju e keni parë, ka patur komunikime të tilla. Jo më lart se ditën e djeshme, gjithashtu ai ndau masat që policia e shtetit ka marrë dhe do të marrë në vijim për sa i përket mbrojtjes së territorit dhe ndëshkimit të çdo punonjësi policie i cili tradhton uniformën.